19 nëntor. Ngriuni luftoni për vendin tuaj. Mamdani është dorëzuar, ka bërë një kërkesë stafi i tij që të bisedoj me Trump, presidentin amerikan. Trumpi e ka pranuar dhe ka deklaruar që unë dua të bëj më të mirën për New Yorkun. Ne duhet të bisedojmë. A e kuptoi Mamdani që tezat social-komuniste nuk funksionojnë në New York? Apo e di që qyteti i tij ka deficit tek buxheti dhe nëse do të mungojnë 20 miliard dollar që vijnë nga qeveria federale, Mamdani do dështonte. Natyrisht që Mamdani është elokuent, është dikush nga brezi i ri që kërcënon në Senatin, Kongresin dhe shumë poste guvernatorësh në Amerikë, nëse ai do të ishte i suksesshëm. Shefja e departamentit të policisë të New Yorkut ka pranuar ofertën e tij për të qëndruar në postin që ka marrë nga Adams. Pse kërkoi Mamdani të takojë me Trump dhe përse Trump pranoi që takohet me të? Ka nisur një fushatë e madhe në median amerikane ku shtetet ndryshme paguajnë reklam për të tërhequr biznesmenët nga New York. Wall Street Journal, gazeta më e madhe e djathtë, kishte një faqe të paguar dje, e janë në Louisiana. Largoni nga New Yorku, largoni nga komunisti Mamdani, ju ofrojmë taksa më të ulta, jetë më të mirë. Nuk besoj nga ata që unë i njoh që të shkojnë në Louisiana. Niveli i jetesës në New York është tjetër. Por disa guvernatorë kanë dalë haptas duke bërë kërkesa të tilla. Më jo se janë kërkesat nga Florida. Dhe që nga koha e Covid janë 500.000 newyorkez që janë larguar në drejtim të Floridës. Mund të shkojnë në Texas, mund të shkojnë në Ohio. Pra janë garë të gjithë shtetet amerikane për të marrë milionerët e pasur të New Yorkut. Bill O'Reilly deklaroi se një nga miqtë e tij i famshëm tha që do të largohem nga New Yorku. Do të marr me vete biznesin tim. Bill O'Reilly nuk jeton larg prej meje, në Nassau County, Long Island, çka nuk është pjesë e qytetit. Dhe i ka thënë miliarderit që përse nuk vjen në Long Island, nuk janë qytet. Jo, nuk dua shtetin e New Yorkut. Shteti i New Yorkut është shtet i majt amerikan. Socialdemokraci, mbështetje e madhe, thuajse, siç thot Bill O'Reilly, 45% deri në 50% të amerikanëve që jetojnë në shtetin e New Yorkut marrin mbështetje nga shteti, ose për shëndetësinë, falas, ose ndihma ushqimore. Në fakt, New Yorku është shtet i pasur. Buxhetin që do të kontrollojë Mamdani në 4 vite do të ketë $1 trilion. Por nëse ty të largohen gjysmë milion amerikan nga taksa paguar ti të larg, ti do të kesh mungesa në mbledhjen e taksave, çka do të bëjë që të dështojnë programet e tua. Ndaj Mamdani, me takimin e ardhshëm të mundshëm me presidentin Trump, kërkon që ta dëgjojë Wall Street-i, milionerët dhe miliarderët. Personat që mund të jenë dhe milionerë, por që nuk kanë biznese, nuk besoj se largohen nga New York. Është standardi i jetesës që ata kanë zgjedhur dhe nuk ka New York 2. Por alarmi që vjen nga fitoria e Mamdanit është se po shitet një ide e rreme e socializmit, duke dashur të bëjmë paralele me social demokracinë Suedi, në Zvicër, Norvegji. Nuk mund të funksionojnë në një vend që Amerika që ka thuajse 350 milion banor. Por fitoria e Mamdanit ka 2 gjëra.
simbolike. E para punës, askush nuk të vjedh votat, pra ti mund fitosh, në qoftë se bën një fushat spektakolare si bëri ai, edhe pse tezat e tua përpara zgjedhjeve kanë qenë të komuniste, dhe ti haptas, del në ekran, thua po, unë jam musliman, po, unë jam socialist demokratik, po, unë jam kundër Netanyahu dhe Izraelit. Në politikën amerikane është e vështirë që kjo të ndodhte. Nuk mund të themi idiot, ignorant, të rinjve nga 18 deri në 29 vjeçar që votuan për Mamdani. Natyrisht që ata e shikojnë votën nga një këndvështrim tjetër. Mamdani ka drejt kur thotë që ti punon në New York, duhet të jetë drejta jote që ti të përballosh të jetosh në New York. Projektet e strehimit të dikushme nga Roosevelt strehojnë rreth 600.000 vetë. 250.000 newyorkes të jenë në waiting list, në lista për të pritur për të hyrë te këto apartamente që janë me qira të ulta të kontrolluara nga shteti. Por ndërtesat janë aq të mollshme sa 1.5 miliard dollar në vit shpenzohet për mirëmbajtjen e tyre. Abuzohet po. Sidomos kur është e majta, është e faktuar. Që të kërkosh të ndërtosh ndërtesa të reja për të pastrehet, nuk është e lehtë për të gjetur troja ndërtimi në New York. Politika e ndalimit të ndërtesave kontrollohet nga një ligj që mjafton një këshilltar bashkiak që zgjidhet drejt për drejt për vetëm. Pra, në një zonë ku jetojnë nuk të lë askush të ndërtosh më shumë se 2 kate. Janë shtëpi private. Por nëse Mamdani synon të bëjë atë që bën Connecticut, kjo përmbys gjithçka. Çka ndodh në Connecticut? Connecticut është një shtet me mirëqenie, por e majta po e shkatron. Ka kaluar një ligj që lejohet që edhe këto zonat me vila 2 katëshe të ndërtohen pallate, ndërtesa për të pastrehet. Madje të ketë dhe një përqindje të këto ndërtesa, sa përqind do të marrin falas dhe me çmime favorizuese. Madje ligji i ri nuk ndalon homeless që të flenë në përlulishte në këtë zona me nivel të lartë. Natyrisht që ka 2 efekte në qoftë se ndërton një ndërtesë të lartë në një zonë që është vetëm me vila. Dijet banore që do të vinë do të jenë nga ato shtresa me probleme drogës, rritjes krimit, pra do të prishet qetësia e zonës, do të ulet çmimi për shitje i shtëpive 2 katëshe dhe do të bjerë niveli i shkollave duke ardhur fëmijë problematik. Arsimi ka probleme në City. Jam habitur kur kam mësuar që 100.000 nxënës janë homeless pas tre. Dhe ti je pas tre, jo vetëm që është e tmerrshme, por tek ato strejat për të pastrehet, ti nuk mund të rish më shumë se 2 javë, 3 javë. Është një lloj liste. Dhe imagjinoni një fëmijë që ndron strehen tek pastrehet thuajse çdo muaj. Pra çdo muaj është në një shkollë të ndryshme. New Yorku shpenzon shumë për shkollat publike. Rreth $45.000 për nxënës. Pa efekt. Sepse rreth 50% nuk kalojnë dot provëdimet minimale në anglisht dhe në matematikë. Janë 1 milion vetë që shkojnë për studime në kolegje, në universitete në New York. Gjysma ose ngelin, ose i ndërpresin studimet. Ky masivizim nuk ka sjell cilësi. Mamdani kërkon që në universitetet që kontrollohen nga City College, që për hir të vërtetës ka nivel shumë të lartë, të mos paguajë askush asgjë. Në fakt, për një familje që bën më pak se $100.000 në vit, falas ka qenë. Dhe pagesat nuk kanë qenë aq të mëdha sa të ndalonin kërkonte
të rritën e arsimit. Aq më tepër që janë favorizuar falas afrikan-amerikanët, minorancat, gejt, DI, wokizmi. Por kjo nuk është e drejtë ka që një familje të bardhë, të krishterë, familje tradicionaliste amerikane, prindër që paguajnë, ndërkohë që një shumicë nga grupimi që thash shkojnë falas. Pra ti persekuton, keq trajton një grupim në mënyrë pa drejtë. Gjykata Supreme e ka hequr atë që të favorizojnë afrikan-amerikanët në përkolegje. Jo, të jenë barabartë. Dhe drejt ka, nuk është pigmenti lëkurës për karakterin e njeriut. Por megjithatë, këto universitete kanë vazhduar ato politika ndaj Trump ka qenë i ashpër, ndaj Columbia University, Harvardit, këtyre universiteteve Ivy League, por ende është të vështirë për të përmbysur gjithçka. Por Trump ka diçka në dorë, nuk i jap asnjë ndihmë shtetërore që janë miliarda si për Harvardin, për Columbia University. Në një kohë që këto universitete kontrollohen nga profesoriati ultra i majt dhe u treguan qartas me mitingjet e mëdha pro Hamasit kundër hebrejve. Dhe kjo ndezi dritët e alarmit. Habitëm përsëri sepse nuk e njohin situatën në Amerikë Shqipëri. Unë e kuptoj. Vazhdojnë me teorira konspiracioni, mbani mend kur thonin që Veliaj erdhi në SBA vizit, kur shumë mirë din të gjithë që e ndaluan që në Vjenë. Përse vazhdojnë me këtë lojë që Lubia, Rahmetnia, Balluku pas kërkisht qenë në Amerikë? Se problemi vjen nga Altini, i Spakut. Merja pasaportën. Duke pasur një vizë amerikane, mund vini ndasëm, si që ishte Dumani përpara një muaj, 2 muajsh. Çdo lëvizje e saj është për të pastruar gjurmët. Por në qoftë se vjen në SBA, mbikëqyret. Dhe dikush mund të thotë që ka shkuar të deponoj kundra Ramës, nuk ka pse të vi deri në Amerikë. Shkon në ambasadë, ka shef stacione. Siç kanë shkuar shumë e shumë. Jo vetëm ndaj Ramës, por edhe ndaj ish-kryeministrave të tjerë. Unë nuk e pëlqej këtë lloj sjellje. Kur je i pandehur, moralisht do të japësh dorëheqjen. Tani, në një bisedë që kisha me imamin, ish-ministrin e mbrojtjes, i thash që në Amerikë po ne bëhet kështu, jo nuk është po ne si jemi Amerika. Tani, unë sistemi kinez nuk e njoh. Kryetari i marrëdhënieve me jashtë, Menendez, u akuzua për i korruptuar nga disa biznesmen egjiptian përmes një shqiptari, duke u dhënë akses në mënyrë jo ligjore dhe duke u paguar kesh dhe lingota floridi. Ju gjet FBI i bëri hetim shtëpi pa kërkuar leje kërkon. Natyrisht shkohet tek një juri e madhe. Merret, i gjetën kesh sasi të mëdha. Dha dorëheqje, shkoi përpara gjykatës, u dënua. Kryetari i marrëdhënieve me jashtë në Senat është nga 5 personat të cilët kanë akses direkt me presidentin. Pra nuk është një figurë do si do. Personalisht, fal aksesit të diguartit, e kam njohur. Ka qenë nga senatorët me forcë, me fuqi, por siç ju kam thënë, sistemi më i mirë i demokracisë është në Amerikë, por the government, Kongresi, Senati ka plot korruptuar. Ndryshimi me ne është se këtu ndëshkohen. Ndaj ndalesa e pasaportës, mos krijohet si tigri 3, tigri 4, i cili duhet të kthehet në Shqipëri me kërkesën e drejtë ekstradimit, të përballet me drejtsinë qoftë është i pafajshëm të fitojë. Por Rama vazhdon në monologjet e vetmisë të madhe, barkat shtriu ndaj BE-s, si duket ka mësuar që doni i madh duhet këtë parë videon ku ai tallet me Cezarin e ri. Bolton me ka thënë, Trump nuk i harron kur tallet me të dhe shumë i ashpër. Shiko s'po bën ndaj meje.
ndaj Kamit, ndaj figurave të tjera. Me Kamin ish drejtorin e FBI-t, kesi duket shumë i dobët dhe duket që gjykatësi ka thënë më bini të gjithë procedurën e jurist madhe. Pra, për një sqarim, marrim rastin e Boltonit. Kur ti kërkon të ngresh një akuzë, Departamenti i Drejtësisë duhet të bindesh jurinë e madhe, por nuk është unanime tek Kuria e Madhe. Mjafton 50+1 që të kemi çështje për ta çuar në gjyq. Në përgjithësi, kalojnë. Në këtë rast, tek ish drejtori i FBI-t, janë çuar fakte në mënyrë sekrete që nuk e di krahu i avokatit mbrojtës, si edhe këtë Boltoni, për të bindur atë grup që merren në mënyrë randomly për të votuar që çështjet kalojnë në gjykat. Këtu do të jetë një sfidë, një bluff për presidentin, nëse kjo bie. Në rastin e Boltonit, si ma ka thënë ambasadori vet, mund të ketë the case fort, por gjithçka mund të përfundoj vetëm me një gjop. Trump kërkon vetëm të ushtrojë trysni, presion, dhe rasti i fundit ishte me gazetaren e ABC News që i bëri një pyetje direkt me princin e Arabisë Saudite që e përgjigjet për frasën e gazetarit me green card amerikan në Turqi. Trump e mbrojti, madje ishte ofendues ndaj saj, kur një ditë më parë ka kërkuar të hiqet licenca e ABC News sepse tallen në orë të natës me të. Ky është Trump. E kemi thënë atipik, por që vendet vogla, si Shqipëria, grupime të djathta, qendrës djathtë, duhet din të përfitojnë prej tij. Ideja që arriti deri aty administrata sa të heqë dhe Dodikun që ishte një anti-amerikan i madh nga lista e zezë, tregon që kjo administratë shikon me një sy tjetër të gjitha veprimet që janë bërë nga administrata e mëparshme e Biden. Këtu duhet përfundoj dhe do të përfitojë dhe opozita jonë. Ju falenderoj.